Organizata Multikultura në bashkëpunim me Qendrën Tregtare Remall organizoi punëtori me nxënësit e shkollave të mesme për të ofruar fillim të mbarë të vitit të ri shkollor. Qëllimi i punëtorisë ishte që nxënësit të identifikojnë problemet në shkollat e tyre dhe në komunitetin ku ato jetojnë dhe si të ndërmerren hapa për të zgjidhur të njëjtat probleme. Në këtë punëtori pjesëmarrës ishin 20 nxënës nga 4 shkolla të mesme të Tetovës. Multikultura në bashkëpunim me Remall vazhdojnë të përkrahin të rinjt, të cilët përmes iniciativave të ndërmarra duan të bëjnë ndryshime në shoqërinë tonë. Qata Multikultura në bashkëpunim me Qendrën Tregtare Remall sot organizojnë një punëtori kreative me nxënësit e krejt shkollave të mesme të qytetit të Tetovës. Qëllimi është që t'ju urojmë një fillim të vitit të ri shkollor, një fillim të mbarë dhe të identifikojmë cilat janë problemet në komunitetin ku ato jetojnë dhe në shkollat ku ato mësojnë. Dhe në fund, shoqata Multikultura do t'i përkrajë iniciativat për t'i zgjedhë këto probleme në shkolla. Jam e kënaqur që organizata Multikultura na jep mundësinë që ne të zgjedhim problemet tona, si dhe problemet në shkollat tona dhe problemet për të ri. Ndryshe gjatë ditës së dieshme në Remall, gjatë orës së pasdites janë mbajtur disa punëtori inovative ku janë përfshirë nxënës të shkollave të mesme.